Po Belgjika nuk e... Hajde të diskutojmë, sa i ka qenë shkuar. Po më interesën, hajde prej te e gjeraj këtë penalti të humbër të Mbappés. Mbappeja, aspore kur u bo penalti... Fitoj, po minoj... U po që o një farë... dyshime rrëth penaltis, pavarësisht kohës... Mbappeja u po që o një farë presioni, se fillimisht topin e ka marrë Dembele, e ka marrë një kohë, për një minut Dembele e ka marrë topin. Këtë minut që ka me shëtu Dembele topin. Kër erdhë Mbappeja, prapë u vënu. U diskutu që ajo fillimi e aksionet... Ajo që mbante Dembele, kejtë e dishim që të ta gjujë. Që nuk përdën me lanë Mbappen për me ra presion, se mundet referi me kë portieri me provoku, mi thonë ta Dianën, se ka lloj provokime deri në momentin që e mbron penaltin. Kur afru Mbappe te topi, zgjati edhe pak, jo pak, po zgjati gati 1 minutë gjys 2 ekzekutimi i penaltis. Edhe referi lojtarët anësori vetë. Po thu që çaj është faktori kryesor pse hup? Ka faktor kryesor, po ta hup koncentrimin, ti e ndron menimin. A kishtu në herë penalti Rames? A kishtu në herë penalti? Besoj që kishtu në futboll të vogël me shtu penalti edhe ki presion. Nuk ka që është... Mbësha topit si të nën ligë tretë. E Messi sa milioner që e hupi penaltin. Krasimi me të keqen duhet. Sa ma keq, aja i ma keq, aja. Jo me të keqen, po presionit që... A pove gjokën që e bën. A pove gjokën që ekzekutohet penaltia. A shikov ba. A pove atje që e gjyti për një gol. Tretin rënë, kërsa bobe, sa ma mushë me njëm kërë komandant o Rames, nuk e kanë këtë njojtin karakter. Do shme këtu një Nuk e ka shtyhen cilë për gjurë ma keq. Këtë penaltit lutem. Nuk e kanë këtë njëjtin karakter ku ta gjurë penalin. Dikush tutë, dikush ka emocion, dikush... Donë Shulti... Mërë e di, për së pëtë një përmën që vëlloj 5 metra në shtyllin kam shumë. E ledzoj portieri. Kujtohet ajo thonja Van Bastenit. Thot, kur e shustoj penalin, vetëm e sheqoj kornizën e golit. Edhe me këtë fushin e shustoj. Nuk e kështu asë kur portieri ato. Edhe gjithaj, a ka që një prej ekzekutor më të mirë penaltive, Van Basten. Qashtu është, për në moment që ti shkan me 2 mene me shtu penalin, ti ma je 90% i hupën je. Jashtë kornizës, edhe me këtë fushin e shutoj. Po kështu qëfar sa e dopt, mund të esja topit, edhe lezoj portieri. Neve përna befason që kjo po vjen prej Mbappés. Bujar, e kom ledzu në analizë. E pora, është njëni pej futbolistëve... E që pikopin tupin kesh interesant. Momentin për mos me di që e gjun Luzha, e marrën, sepse portierat po ma i kanë statistik kush qyshim shanë goditjes penalti. Kur gjosë ndikon ajo të portieri? A në bërgjera, sa ja pete mërë Mbappa e din ku e gjun. A bavës të thamë, që banë. Okej, thuj. Shpana një hajtë kalzën alloja. Falem derit, ekspertipet pitokit me shtokat shkurta. Respekt. Momentin që fillen me e gjujt, e mërë tupin një lejtor që nuk e ekzekutën për me eshti me menu portierin, mënyrën që shko me ekzekutu kë. Në moment saktu... A bëri një duke të...